Brutaliteti i ndërhyrjes së policisë serbe ndaj futbollistëve shqiptar të klubit të futbollit Tornoci në Bujanoc ka ngritur alarmin për nevojën që institucionet shtetërore të Kosovës të tregohen më vigjilente në mbrojtje të drejtave të tyre. Në fakt, pas ndeshjes së KF Tornocit kundër Mladosit në kuadër të ligës rajonale të rrethit të Pçinjës, policia serbe hyri në zhveshtorët e klubit shqiptar dhe keq trajtoi lojtarët dhe stafin teknik të skuadrës, madje edhe ushtroi dhunë fizike ndaj lojtarëve. Kryetari i KF Tornocit Yusuf Hasani ka thënë për Kosova Press se diskriminimi i shtetit serb ndaj klubeve shqiptare është në një shkallë shumë të lartë. Ai ka bërë thirrje që shteti i Kosovës, përkatësisht Ministria e Sportit, por edhe Federata e Futbollit të Kosovës, duhet të bëjnë më shumë për t'i mbrojtur ata. Po presim me siguri ndoshta një mbështetje më të madhe prej Kosovës dhe Shqipërisë dhe po besoj se në të ardhmen do të funksionojmë edhe më mirë, por kemi kërkuar edhe nga instancat e sigurisë që siguria jonë të jetë më e madhe e jo sigura jonë siç e keni parë në Bosilegrad. Kërkesat e tona më hershme që i kemi bërë para disa viteve është na kanë thënë se është e rregulluar me ligj se Federata e Futbollit të Kosovës nuk mund të ndihmojë një klub jashtë territorit të Kosovës. Ne kemi mirë kuptuar atë, por po besoj se do të ishte gjendur ndonjë mundësi. Sikur se siç bën Serbia për klubet e veta në Kosovë dhe jashtë Serbisë, po besoj se edhe Kosova dhe Shqipëria do të kishte mundur ta gjejë një mundësi. Për këto kërkesa, përgjigje ka dhënë edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Fidan Shatri, ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv në Agjencinë për Sport brenda kësaj ministrie, ka thënë për Kosova Press se janë duke u parë mundësi që sportistët dhe klubet sportive në luginën e Preshevës të ndihmohen edhe financiarisht. Ndoshta në kaluar tashmë ka pasur edhe mbështetjen direkt nga qeveria që kanë ndihmuar luginën në rastin e sportit, në rastin e Ministrisë së Sportit. Infrastruktura ligjore nuk na ka mundsuar që mbështetjen me ndonjë buxhet të veçantë klubet, me ndonjë buxhet direkt, por do të rregullohet po mendoj këtë drejtim që t'ju japet mundësia dhe besoj që do të përfitojnë edhe sportistat si individ dhe klube sportive si organizata sportive. Përveç Kosovës, klubeve të asaj pjese është kërkuar që t'ju jepet ndihmë edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Sipas trajnerit Yusuf Tortoshi, shteti serb ka për synim që klubet shqiptare atje t'i shkatërrojë. Janë popull që ku janë shqiptarët, ku ekziston ndonjë klub shqiptar, ata veç mundon shkatrimin e jo avancimin, e jo me përparu, kështu që me të vërtetë është një situatë alarmante atje, sa mujnë me duru. Nuk e di, nëse dojnë me egzistu, kështu mujnë me egzistu, e tash gjithkund duhet, çdo klubit ndoshta i duhet pak ndihmë, sidomos atje ndihmë financiare apo qysh ish realizu nëse ka mundësi Federata jona apo Federata Shqipërisë edhe aty, po janë klubet edhe në të Kosovë që kanë nevojë për ndihmë financiare. Kurse analisti dhe gazetari i sportit Reshat Ibrahimi ka thënë se ky është rasti ideal kur Federata dhe Shteti i Kosovës të dëshmojnë që ato klube nuk janë vetëm dhe meritojnë të garojnë në mënyrë sportive. Po edhe natyrisht edhe Federata e Kosovës nuk duhet mbetet anësh, duhet spaku për shembull ta bëjë një reagim drejt UEFA-s dhe të tregojë se atje ata klube për shembull nuk janë vetëm edhe meritojnë për shembull të garojnë në mënyrë sportive dhe jo të shkojnë në përndeshje për shembull edhe të mos ta dinë se çfarë do të ndodhë. Ndërsa sa i përket Ministrisë së Sportit, mendoj se duhet ta bëjë një gjë të tillë, duhet të ndaj fonde dhe mjete të ndryshme që të mbështesin klube sportive në luginën e Preshevës, se vërtet ato klube, jo vetëm të futbollit, por ka edhe klube të tjera, është edhe klubi i femrave, Presheva, duhet të ndihmohen sepse ato klube mezi garojnë, mezi gjejnë mjete për shembull për që të mbijetojnë edhe të marrin pjesë në gara. Ndryshe, kryetari i KF Tornocit ka bërë të ditur për Kosova Press se janë duke përgatitur që rastin ta dërgojnë edhe në UEFA, derisa ka shtuar se janë në kontakt edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe të Shqipërisë për hapat e mëdotjeshëm.